Dua me parandalu vdekjen. Zoti i gjithësisë. A është punë e Zotit. Prej emrave të Allahut është El Muhyi El Mumit, dhuruesi i jetës dhe dhuruesi i vdekjes. Është punë e Zotit. Është vetëm një gjë që s'ka në dorë askush. Fa idha jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun. Nëse vjen momenti, as sa afron kush, as fëmia në barkut të nonës i shkruan 4 gjëra. Një nga gjërat që i shkruhet fëmisë në barkun të nonës është se kur do të jetë e xheli i tij. E xhel do thotë vdekja, kur i vjen meleku me i marr shpirtin. Kështu që këshilla ime është që rregulloni raportet me Zotin, se një ditë gjithë do të ikim tek Zoti i gjithësisë. Dhe nuk ka të bëjë mosha se sa vjeç ikën, se sa fakti se si ikën. Dikush mund të ikë shumë herët dhe shkon direkt në xhenetet e Allahut, dhe dikush ikën shumë vonë dhe shkon direkt në xhenemet e Allahut, Zoti na ruaj. Kështu që nuk është kriteri se sa jetoj apo vdiqën 7 njëri mas tjetrit, apo vdiqën 12 njëri mas tjetrit, apo vdiq 1 në çdo 30 vjet. Puna është se ku shkon ky njeriu që vdes, këta që vdiqën njëri mas tjetrit, ku shkon? A u bashkuan në xhenetet e Allahut apo përfunduan në zjarr xhenem?